që deri më sot Partia Demokratike ka qenë e pavërtet dhe për të marrë përsipër të jetë e vërtetë ndaj demokratëve për një gabim të madh që bëri dhe i dha Lulzim Bashën, që sot e thot demokratëve nuk ja bëra unë, po ju mo e bët. Tani do flasim për lutem, mund bëj se për formë do flasim, jo për përmbajtje. Për formë do flasim. Mendova se do flisim për përmbajtje. Ja ta mbaroj vetëm kaq. Ervin Saliani ka qenë ditën e parë në Partinë Demokratike deri më sot ka qenë i njëjti profil. Ka qenë i njëjti vetulla. Gjithmonë rebel, gjithmonë kundra, gjithmonë me opinione, gjithmonë me lëvizje, kundra një strukturë, gjithmonë qëndrestar në opinionet e tij, ama një djalë që të paktën në terren me demokratët nuk ka çeduar. Dhe patjetër që në atë mungesën time të vërtetave, se zot shqyqyr kemi zotër të vërtetës në këtë vend, në 2015 kam qenë dëshmitare, se kam qenë kandidate për forumin, për mos përmendur gjithë gjërat e tjera. Dhe Ervini ka qenë shumë i fortë. Dhe kjo dihet botërisht, se u pasqyrua gjithçka në media. Tani Ervini nuk është një njerëz që wow, ç'ne që na doli ky tani kundra, po që Partia Demokratike të lëvizë motorët e saj, se dy individë brenda saj që kanë një karrierë të mirë, që kanë kontributin e tyre. Zoti Ilir Ali Mehmeti, ishim Ervinin, është një person që të gjithë e duan, e votuan. Dhe ja ku e ke, dhe sot s'më dëgjon njeri. Pra, këtu ka një hendek të madh midis asaj që partia thot dhe asaj që elektorati ndjen. Unë gënjej dhe publiku më dënon si shpëtojnë. Është lajmëruar, po të kesh ndjekur, Omar, të lutem. A mund të sqaroj një gjë? A mund të sqaroj një gjë? Madje për mua. Kush ndjek ngjarjet politike dhe kush i ka ndjekur konferencat e kryetarit të partisë e ka dëgjuar që foltorja e Sali Berishës është lajmëruar para 3 javësh e gjysmë. Futuni dhe o po gënjej unë, o po gënjej ori. Po pra se po thuhet që doli Partia Demokratike, doli tani për të bërë aktivitete, se doli Saliani. Ju mendoni që Partia Demokratike nuk ka spektakël në mendje. Jo, a mund të pyetja ime është e tillë. Kthem te përmbajtja. Ju mendoni, me sa kuptova, që Partia Demokratike në një regjim, siç e quani ju, që krijon problemet me zgjedhje dhe me gjithçka, nuk i fiton dot më zgjedhjet. Ne po themi, jo, prit. Nuk është ky debati, Fevzi, se prap shkohet, e kupton ku... Jo, të lutem, e para është identifikimi, a ekziston ky problem? Po ekziston, më këtë e themi të gjithë. Këta që kërkojnë qimen në sy të opozitës, se cila duhet ishte virtuoze, jam dakord dhe unë, duhet ishte virtuoze, po pra këta që kërkojnë kushtet daneze duhet identifikojnë problemin e madh. Problemi i madh ky është, po 5 muaj po vidim do që vodhën Kjo është ofenduese, po një parti që identifikohet me shtetin, ka bërë oponencë me kryeministrin, na ka mundur të gjithë ka bërë oponencë me kryeministrin më shumë se sa deputetët tuaj. Në studio këtu, live. Ai e ka identifikuar pësën dhe e ka thënë, por dhe po thot pjesën të tjere. Nuk bëndi qka shko, po je duke bërë personale. A mund të asim për ide? Po s'ka ndryshe. Mendoj që idet janë të përmbajtja, nuk janë të forma. Tani, këta janë lëra fjallës, a mund të asim pak të oke, ti e the. Edhe njerë. Ajo që po themi është kjo gjë. Një parti politike, udhëheqëse një parti politike nuk ka nevojë për të takuar me militantët në çdo rreth për të kuptuar hallet e Shqipërisë dhe mendimet e tyre. Militantët mendojnë që ka, o me se jamin, e kanë kërkuar militantët më zotëri. Tani demokratët e kërkojnë, ti thua nuk ju duhet dhënë. Ti mua këtu në studio nuk më dëgjon, e kupton? Jo të dëgjoj shumë, patjetër. Problemi që ka PD-ja është që nuk dëgjon. Unë po reagoj se të dëgjoj o se jamin. Çdo njeri që thonë flet ti ndërhyn. Pra ti nuk e kurajon për të dëgjuar dhe vërtet për të dëgjuar një bisedë thjesht në studio. Unë po reagoj se dëgjoj është të kundërta. Tani mund pushosh? Tani, po jo nuk pushoj se ti po thuaj që nuk duhet bërë ky takimi. E kërkojnë demokratët e mirditës. Kush mendimin do ndryshosh mendimin mua? Ti do ndryshosh mendimin mua. Unë do mendoj si ty. Pra ti do voton time, ti do të bësh shqiptar dhe këtu dhe në studio ndërhyn dhe flet ndërpret çdo njeri dhe jep leksione çdo njeriu. Jam duke e para se të kërkoj vot. Po leksione po jepra. Nuk e dua. A nuk kërkon voti? Apo mirë rregull. Apo kjo, po ky është problemi pra. Ju kërkoni vota. Okej, në rregull. Unë jam ekspert komunikimi, nuk jam profesor politik. Ka vota po të kërkoj. Por jam duke thënë që... Atër eksperti ku një të di, ti flet, unë dëgjoj. Flasë unë dëgjon ti, pasaj flet ti prap. Pasaj flasë unë prap. Si ekspert komunikimi. Mund ta bëjmë të marrëveshje bazike të komunikimit? Pra ku flasë unë, ti pushon. Pasaj flet ti, pushoj unë. Atere. Pra,
një udhëheqës si një partie politike nuk ka nevojë të takoj militantët e Rrëshenit apo të Progredecit apo të Durrësit për të kuptuar problemet e Shqipërisë dhe as se çfarë i duhet Partisë Demokratike. Një udhëheqës ka një vizion dhe vetë ja u shpjegon vizionin qytetarëve dhe i thotë, qytetarët e Shqipërisë, ne jemi në këtë gjendje, por unë kryetari i Partisë Demokratike, unë kandidati për kryetarin e Partisë Demokratike, unë udhëheqësi i Partisë Demokratike, kam këtë vizion për Shqipërinë. 1, 2, 3, 4, 5 dhe ju ftoj të na bashkoheni që së bashku këtë vizion ta vëmë në jetë dhe të fitojmë zgjedhjet. Kurse ju keni vite të tëra që vini, diskutoni, dëgjoni militantët. Militanti është pjesë e partisë, militanti është partia. Kur ti thua unë vetëm takim me militantin, ti krijon distancë. Ai është partia, ajo është Partia Demokratike. Ata që ju takoni jeni ju. Ju duhet takoni popullin tjetër. Duhet frymëzoni popullin tjetër. Problemet tuaja, problemet tuaja. Ke 600.000 vota e 60.000 antar partie. 60.000 antar me 60.000 Gepi midis atyre është 1 me 10. Cili është vizioni që keni ju për korrupsionin, për krimin, për reformën drejtësi, për spakun që kritikoni, na thoni. A ram dakord ta bëjmë dialog atëherë. Tani, jo ti, po shumë analist, vazhdimisht, morë që prej mbarimit zgjedhjeve, analiza, ku e keni analizën, pse se bëni analizën, tani del Saliu për të bërë analizën, që është kjo mërë Sali, po ti e ke fajnë prap, po tani, a e kemi gjuar jo nga ty o Sejamin, po të gjithë këta ciceronjat dhe ciceronjësit, kanë kërkuar analizën, a i tani po të ka dalë me bë analizën, ti thu më se bëj, në rregull, më fal. Jo, unë po them gjë tjetër, analizën e bën partia, e di si bëhet analiza moderne. Analiza moderne bëhet e bëjnë disa njerëz të partisë, intervistojnë gjithë dhe i thon partisë, 1 2 3 4 analiza, po bën analizën primitive. Po pra, po tani di se është kjo. Kjo është takim me organizatën bazë partisë. Po. Pra sinopsisi ka ardhur nga partia, diskutohet me organizatën bazë. Ke qenë. Është e mërzitshme partia. Jo. Është rutinore. Por ama rutina, procedura, korniza e mbajnë organizatë. Analiza çdo organizate bëhet nga analiza çdo organizate bëhet në mënyrë profesioniste. Emëron disa persona, ekspert, njerëz të partisë, politikan, ju jepet një muaj kohë, intervistojnë çdo kënd, analizojnë dhe dalin me një raport. Siç e ka bërë Partia Britanike konservatore dhe thotë, problemet që ka Partia Demokratike janë, 1, këto janë problemet organizative, këto janë problemet e komunikimit, këto janë problemet e kësaj tjetër. Dhe mbasi thotë këto probleme, Partia Demokratike i merr dhe krijon një strategji si do t'i korrigjojë këto probleme dhe eci përpara. Analizat nuk bëhen në diskutime para kamerave me anëtarët e Partisë Demokratike. Demokratët bëhen në mënyrë profesioniste. Demokratët kanë pas një kërkesë dhe ankesë tjetër. Po takoj më para, të takoj çdo ditë. Unë mendoj që Partia Demokratike do t'i takoj për ditë anëtarët, mos ata janë partia. Pra Partia Demokratike, udhëheqësi do të jenë për ditë me anëtarët, deputetët e Partisë Demokratike do të jenë për ditë me anëtarët. Deputeti i Mirditës duhet të rinë Mirdit më gjithë muajin, s'duhet të rinë Tiranë. Deputeti i Durrësit do të rinë Durrës gjithë muajin, jo në Tiranë. I Korçës rinë Korçë, jo në Tiranë. Kurse çfarë bëni juve? Ju rini gjithë Tiranë dhe një herë në vit bëni një tur, vini në Korçë si vizitor, vini në Mirdit si vizitor. Atje rini. Ja që shën ka po ta kesh ndjekur takimin, ja që ka dashur takimin. Nuk ndjek aktivitet partijake. Po atëherë, po i analizon, zotri, kur i analizon duhet me i ndjek. Ndjek politikë, po, jo të dhe partijake. Po pra, po, ajo kritik që ti sa po formulove, u formuluan takimin e Mirditës. Pse nuk ka ardhur deputeti X ose Y? Shumë mirë që e kuptuat më në fund që duhet vini Mirdit. Ja pra që shën ka dashur. Pra është gjë fantastike që deshet vini Mirdit, që të thosh dikush Mirdit, po t'ju thonë hajde në Mirdit. Mirë, Shqipëria vetëm te unaza, dakord.